Faleminderit krejt ju që e kujtoni jo veç sot, po për çdo ditë Arlindin mënyrën e juaj. Unë uroj që kjo derë t'hapet gjithmonë për të rritë e qytetit, ashtu që shka pas qef Arlinde, gjeneratat e lirikit edhe tyllit ta shfrytëzojnë gjithmonë këtë derë e mos t'i bjerë plohni këtij objektit. Faleminderit shumë, unë po besoj që edhe gjithë ju sot ma shumë jena krenar se t'mërzitën. Një falënderim të veçantë për kryetarin edhe për Gjenin që më kam përkrahur prej ditës parë kur unë po më jep këtë ide edhe më kanë dalë mbas. Gjikla ka jap shumë për artin edhe unë besoj që edhe jam i lumtur që na sot po japim diçka për Gjiklën edhe për emrin e tij. Besoj fuqishëm që Gjikla aty e ndje këtë ambient mirë që është këtu sot edhe faleminderit edhe një herë shumë prej gjithëve. Kemi vendosur sot që në 2 vjetorin e ikjes në përjetësi të Gjiklës tonë të dashur, i cili iku në përqafim të Zotit për të vazhduar misionin e tij të cilin e kishte filluar në tokë, Qendra Rinore Peja të mbaj emrin dhe plaketën e djalit të Pejës, Arlind Gjikollit Gjikla. Kjo ditë na bën mundi shumë të lumtur edhe krenar, neve familjes, po sidomos edhe krejt qytetit Pejës, për shkak që krejt e dinë që veprat e Arlindit Gjiklës kanë pas kontribut shumë të madh, sidomos në kohën e pas luftës kur rinia nuk ka ditë shumë çfarë bëhet, tekstet e babit kanë qenë shumë frymëzuese. Shpresoj që te Qendra Rinore rinia me marrë shembull prej veprave tina edhe me vazhdu në të ardhmen me fjalë që i kalon ai. A të ndjekësh hapat e Gjiklës? Hapat veç kom fillu mi ndjek edhe nuk kom mundal asnjëherë.